Biznesi vendas mirëpret vendimin e ardhshëm të gjykatës kushtetuese, ndërsa vlerëson se në bazë të të gjitha kritereve ekziston mundësia që ky institucion të shfuqizojë ligjin e procedurave tatimore. Konfindustria kërkon që në rast të shfuqizimit të ligjit të gjobave nga gjykata kushtetuese, përfaqësuesit e institucioneve qeveritare që ishin nismëtar të këtij ligji duhet të mbajnë përgjegjësi politike deri në dorëheqje, duke pasur këtu parasysh pasojat e rënda në dëm të interesit publik dhe si precedent për mos përsëritjen e rasteve të ngjashme. Sipas industrive vendase, ligji ashtu quajtur i gjobave ishte tërësisht i shpërpjestuar me dënimet e rënda për biznesin, me pasoja deri në falimentim. Konfindustria vlerëson se zbatimi i penaliteteve të parashikuara në ligjin e gjobave do të ishte goditje e drejt për mjedisin e biznesit dhe nismat investuese në vend, aq shumë të domosdoshme në kushtet e gjendjes së vështirë ekonomike. Ndër të tjera, Konfindustria deklaron se një ligj i tillë do të ulte ndjeshëm fuqinë konkurruese të vendit në tërheqjen e investimeve të huaja krahasimisht me vendet e rajonit.